Raporti mes nusës dhe vjerës, dashuri, sprovë dhe mësimijete. Në çdo shtëpi ekziston një lidhje veçantë, por shpesh ndërlikuar, ajo mes nusës dhe vjerës. Dy gra që ndojnë dashurinë për të njëjtin njeri, njëra si nan, tjetra si bashkëshorte. Në dukje të kundërta, por në thelb të dyja duan të njëjtën gjë, lumturinë e tij dhe qetësinë e familjes. Një vjetër e urtë që pranon nusën si vajzën e saj, dhe një nusë e mençur që respekton vjerën si nënën e vet, mund të ndërtojë një shtëpi plot dashuri e paqe. Por ndonjëherë, fjalët keqkuptohen, heshtjet rëndojnë dhe zemrat lëndohen pa qëllim. Vjera ndjen se po humb djalin e saj, nusja ndjen se nuk pranohet plotësisht. E megjithatë, nëse të dyja kuptojnë se dashuria nuk ndahet, por shumëzohet, atëherë lind një lidhje e re. Dashuria dhe respekti që mbajnë familjen bashkë. Në fund të ditës, një shtëpi e qetë nuk ndërtohet nga rregullat, por nga zemrat që falen dhe kuptojnë. Nëna dhe nusja nuk janë rivale. Ato janë dy shtylla të së njëjtës dashuri.